Prokuroria e Tiranës ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar në gjyq Adnan Mahmutajn e Tibos, edhe pse prokurorisë u deshën disa vite të mbyllte hetimet. Dosja ka shkuar në gjykatë ndaj 6 personave, të akuzuar për mashtrim me vlerë 2.2 milion euro, por duhet theksuar se kjo është vetëm maja e icebergut për Mahmutajn, pasi ai rezultoni përfshirë në skema fajdesh me disa grupe kriminale. Sa i takon rastit në fjalë ka qenë Mirlinda Hejdorn, e cila ka kallëzuar Adnan Mahmutajn, i cili ka 32% të aksioneve në Tibo SHPK. Sipas dosjes, Mahmuta i ka thënë kallëzueses Mirlinda Hejdorn se i duhet një shumë prej 2.2 milion eurosh për vijimin e kontratës që kishte me shtetin italian, shumë të cilën kallëzuesja e ka kredituar. Përfituesi drejt për drejt i shumës 2.2 milion euro është Megaware SHPK dhe garantori janë Tibo Communications SHPK dhe Tibo Al SHPK, duke parashikuar në kontratë një komision mujor prej 25.000 eurosh. Kallëzuesja shpjegon se është takuar me Mirgen Zeçallarin, aksioner në kompanitë e lidhura, i cili e ka siguruar se nuk do t'i marrë paratë e kredituara pasi Tibo është në pamundësi. Ajo nuk ka përmendur t'i marrë paratë edhe pse kontrata parashikonte një afat 12 mujor, pasi ka marrë paratë Adnan Mahmutaj, ka tjetërsuar kuotat e kompanive garantore, më pas nëpërmjet veprimeve të tij, duke i ribler kuotat e dhuruara më parë, ka rënduar pozitën financiare të Tibo Communication. Sipas prokurorisë, nga analiza e transaksioneve financiare ka rezultuar se kompanitë e përfshira kishin mundësi për të shlyer detyrimin, por nuk e kanë bërë, ndërsa janë evidentuar edhe lëvizje të dyshimta parash, përfshirë transferta të pajustifikuara dhe qarkullim të shumave në kesh për të fshehur origjinën e tyre. Po ashtu ekspertiza kontabël ka zbuluar se disa prej shoqërive nuk kanë deklaruar të ardhurat reale dhe kanë shmangur detyrimet tatimore, duke konsumuar edhe veprat penale të fshehjes së të ardhurave dhe evazionit fiskal. Sipas organit të akuzës, të pandehurit kanë vepruar në bashkëpunim dhe me dieni të plotë për natyrën e paligjshme të veprimeve, ndërsa çështja tashmë i kalon për shqyrtim gjykatës. Por skandali është se kjo platformë ka përfituar fonde nga shteti shqiptar. Pamfleti ka denoncuar se si janë përlar miliona me ndihmën e Fidelyllit. Bëhet fjalë për tenderin e shpallur më 27 tetor 2022 me fond 482 milion lekë me TVSH, për shërbimin e filmimit, transmetimit live në rrjete e nëpër media, veprimtarive të ekipeve sportive të shkollave, ndërsa kontrata u publikua më 6 mars 2023 për të kaluar në heshtje. Sipas njoftimit në buletinin e prokurimeve, në tender ka marrë pjesë vetëm firma Tibo e Adnan Mahmutajt, ndërsa xhambazi Fidelylli e ka zhvilluar tenderin duke e shpallur fitues në vlerën 457 milion lekë me TVSH, ndoshta duke regjistruar në dosje firma të tjera pjesëmarrëse. Tani i takon gjykatës të bëjë drejtësi. Muajt e fundit SPA ka ndërmarrë operacione të rëndësishme kundër krimit të organizuar, duke demonstruar kapacitete në rritje në goditjen e grupeve kriminale ndërkombëtare. Megjithatë, një pyetje mbetet pezull mbi këtë institucion kyç të reformës në drejtësi. A është SPA i gatshëm të përballet me testin e vërtet, hetimin e figurave me lidhje të forta politike? Në qendër të këtij testi janë dy emra, Amanti Osifi dhe Olsi Rama, vëllai i kryeministrit Edi Rama. Rrethanat e përfshirjes së tyre në akuza për mashtrim nëpërmjet rrjeteve të call centerëve dhe mënyra se si SPA ka trajtuar këtë çështje ngren shqetësime serioze për pavarësinë dhe vullnetin e institucionit për të zbatuar ligjin pa dallim. Milton Group dhe rrjeti call centerave. Sipas hetimeve të ndërmarra nga prokuroria e Bambergut në Gjermani dhe autoritetet spanjolle, Shqipëria u bë një bazë e rëndësishme për aktivitetet mashtruese të grupit ndërkombëtar Milton Group. Kjo organizatë kriminale financoi një rrjet të gjerë call centerash në vend, të cilat mashtronin qytetarë të huaj kryesisht gjerman, duke u premtuar fitime nga tregtimi i valutës Forex dhe më pas duke u vjedhur miliona euro. Në deklaratat e tij pas paraqitjes në SPAK në janar 2026, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e solli këtë çështje në vëmendjen publike, duke akuzuar se pas këtyre qendrave qëndronin figura të njohura. Janë 200 sipërmarrje, të cilat të patronuara siç dihet nga Olsi Rama, ortaku i Amanti Osifit, të cilat ditë e natë vjedhin qytetarët e huaj me mashtrime. Deklaroi Berisha duke shtuar se kjo veprimtari kriminale mbështetej nga strukturat e policisë. Por çfarë ndodhi kur autoritetet shqiptare ndërhyn? SPAK, mbrojtja dhe arratisja. Më 8-9 nëntor 2022 në Shqipëri u zhvillua një aksion i përbashkët i drejtësisë spanjolle, gjermane, Eurojust, SPAK-ut dhe policisë së shtetit. Objektivi ishin qendrat e mashtrimit. Megjithatë, zhvillimet pas këtij aksioni kanë ngritur dyshime serioze. Sipas një hetimi të publikuar nga Insider, dy të arrestuarit në këtë operacion, Erindi Pisciuli dhe Berlando Saracaj, deklaruan se Olsi Rama ishte shefi faktik, organizatori dhe drejtuesi i këtij aktiviteti në Shqipëri. Për më tepër, ata pohuan se Amanti Osifi ishte ortaku i tij.
Por çuditërisht emri Olsi Ramos u hoq nga lista e personave të përfshirë nga drejtuesit e SPAK-ut dhe policisë. Në të njëjtën kohë dyshohet se Amand Josifi, i cili ishte në kërkim nga drejtësia spanjolle, u njoftua paraprakisht për aksionin duke i mundësuar të arratisej në Dubai, ku ndodhet ende i lirë sot. Në fillim SPAK konfiskoi pasuri dhe e shpalli në kërkim Josifin, por më pas, sipas burimeve, hetimi për të u ndërprer dhe u fshi nga regjistri i çështjeve penale. Ky veprim, i cili sugjeron një tentativë për të mbyllur çështjen, ka minuar besimin se SPAK po vepron me integritet të plot. Prestanomet e Josifit si fshihen pasuritë në Shqipëri. Ndërsa Josifi vazhdon të jetë i lirë në Dubai dhe ndërkombëtarisht të shpallur në kërkim, në Shqipëri pasuritë e tij mbeten të paprekura, por ato nuk janë në emrin e tij. Skema e pastrimit të parave është e qartë. Prestanomet ish punonjës të call centrave, persona të tretë që mbajnë formalisht pronësinë, por që realisht punojnë për të. Ku janë këto pasuri? Ato janë të shpërndara në të gjithë Tiranën, në sektor të ndryshëm: kompani ndërtimi, bare, restorante, kompani taksi, rrjeti fast food, KFC, Pizza Hut, ndërtim kullash, kompleksesh e të tjerë. Asnjë prej tyre nuk është prekur, asnjë sekuestrim, asnjë mas ndaj pasurive që dyshohet se janë fituar nga veprimtaria mashtruese e call centrave. Megjithatë, SPAK ka konfiskuar pasurinë në operacione të tjera kundër krimit të organizuar, kur bëhet fjalë për rrjetin që lidhet me emrat e sipërpërmendur, gjithçka duket se është ngrirë në vend. Pyetja që shtrohet është e thjeshtë: çfarë po pret SPAK për të vepruar? Çfarë pritet më shumë kur pasuritë janë të dukshme, kur prestanomet janë të identifikuar, kur edhe agjencitë e huaja antikrim kanë sjellë në Tiranë materialet hetimore? Dosja Xibraka, një precedent tjetër. Kjo nuk është hera e parë që emri Olsi Ramos përshkohet në përdosjet e SPAK-ut pa pasoja. Në dosjen e laboratorit të kokainës në Xibrak, ku një grup kriminal përpunonte sasi të mëdha droge, provat e përfshirjes së Olsi Ramos ishin të shumta, duke përfshirë përgjime dhe të dhëna nga sistemi kufitar TIMS. Pas një kallëzimi nga deputeti Gazmend Bardhi, SPAK-u t'u desh të rihap hetimet për këtë çështje. Megjithatë, vetëm një muaj më vonë prokuroria e pushoi sërish çështjen, duke deklaruar se nuk ishte prova të mjaftueshme. Pushimi i shpejtë i çështjes nuk i hodhi poshtë dyshimet, por i thelloi ato për mbrojtjen e brendshme që gëzon vëllai i kryeministrit. Ndërkohë, hetimet e reja në Gjermani për bosin izraelito-gjeorgjan të Milton Group, i cili është arrestuar dhe ekstraduar, ka rihapur sërish dosjen shqiptare. Gjurmët e këtij hetimi pritet të çojnë përsëri te Olsi Rama dhe Amand Josifit si përfaqësues të këtij rrjeti mashtrues në Shqipëri. Amand Josifi ndodhet i lirë në Dubai. Pasuritë e tij në Shqipëri, të mbajtura me prestanome në ndërtim, bare, restorante, taksi e fast food, nuk janë prekur dhe SPAK, për të cilin u krijua reforma në drejtësi, duket se nuk po lëviz. Pyetja e madhe që shtrohet sot është: a do të qëndrojë SPAK-u në lartësinë e emisionit të tij apo do të përkulet sërish për të mbrojtur të afërmit e pushtetit? Testi i vërtetë i SPAK-ut nuk është operacioni kundër grupeve të largëta kriminale, por gatishmëria për të përballur me peshën e politikës kur ajo prek shtëpinë e saj. Nëse drejtësia gjermane dhe spanjolle kërkojnë të marrin në pyetje dhe të hetojnë Olsi Ramën dhe rrjetin e pastrimit të parave të Amand Josifit, veprimi i prokurorisë shqiptare do të tregojë nëse Shqipëria ka një sistem të vërtetë të pavarur drejtësie apo vetëm një institucion që funksionon sipas interesave të momentit. Tabloidi britanik Daily Mail ka publikuar fotot në sallën e gjyqit të vrasësit me pagesë të biznesmenit Ardiani Kulaj Ruben Saraiva, i cili u dënua nga gjykata e Lezhës me burg për jetë. Sipas medias britanike, ai është paguar £1 milion për të kryer këtë vrasje. Ruben Saraiva, i cili u rrit në Reading, Berkshire, që nga mosha 4 vjeç, ishte maskuar si shofer shpërndarje kur hyri në hotelin me 5 yje në një vend pushim bregdetar në Shëngjin, në pronësi të Ardiani Kulaj, dhe e qelloi 6 herë. Vrasësi i pamëshirshëm fluturoi nga Londra në Shqipëri 2 muaj para sulmit të prillit 2023, si antar i kyçi një skuadre britanike vrasëse që thuhet se përfshinte edhe një nën të re nga Bristoli të punësuar për të kryer operacionin, pretendojnë prokurorët. Në masa të rrepta sigurie në gjykatën e Lezhës, gjykatësi Lirim Bulica i tha Sarajevës se do ta kalonte pjesën tjetër të jetës së tij në një burg të sigurisë së lartë, pasi e shpalli fajtor për vrasje me paramendim në bashkëpunime të tjerë dhe posedim të paligjshëm të armëve, i veshur me një uniform të zezë ndërsa qëndronte disa metra larg gruas së viktimës. Sarajeva tundi kokën në bankën e të akuzuarve me xham ndërsa u dha vendimi. Vrasja dyshohet se u organizua nga një antar i një familje rivale shqiptare që tani jeton në Mbretërinë e Bashkuar, i cili dyshonte se Nikulaj, baba i 4 fëmijëve, kishte vrarë një nga të afërmit e tyre si pjesë e një gjakmarrje midis familjeve, e cila ka zgjatur gati 3 dekada dhe tashmë ka marrë 9 jetë. Britanikët u zgjodhën për të kryer operacionin sepse ndërsa Nikulaj ishte në gatishmëri për vrasës të mundshëm vendas, ai kurrë nuk do të kishte dyshuar për ndonjë rrezik nga vizitorët nga Anglia, pretendojnë prokurorët. Sarajeva qëndroi në prit në një shkallë aty pranë të një pallati apartamentesh për disa ditë, ndërsa britanikët e
e tjerë u regjistrua në hotelin e sapo hapur të Nikulajt në vend pushimin bregdetar të Shëngjinit në veri të Shqipërisë, ku dyshohet se u paraqitën si turist për të spionuar atë dhe familjen e tij, e cila gjithashtu punonte aty. Thuhet se ata kanë pranuar edhe vakte falas nga viktima e tyre, kanë biseduar me gruan e tij dhe janë miqësuar me djalin e tij 13 vjeçar, ndërsa gjurmonin lëvizjet e shënjestrës së tyre përpara se njëri prej tyre të jepte sinjalin për Sarajevën që të sulmonte. Pamjet e tmerrshme të kamerave të sigurisë kanë kapur momentin kur personi i armatosur, i veshur si shofer shpërndarje, helmet motociklete dhe maskë kirurgjikale, hyn në barin e hotelit dhe ngrep pistoletën sovjetike përpara se të hapte zjarr. Sarajeva iku nga vendi i vrasjes me motocikletë dhe kaloi kufirin në këmbë nga Shqipëria në Greqi disa orë më vonë, por u arrestua pasi më pas hyri në Marok me dokumentet falsifikuara dhe u ekstradua në Shqipëri për të përballur me gjyqin. Nuk dihet se sa ju ofrua Sarajevës për rolin e tij në operacion, por familja e Nikulajt tha se ishin paralajmëruar më parë se vrasës të tjerë të mundshëm vendas kishin refuzuar pothuajse 1 milion pound për ta vrarë atë. Sarajeva u lind nga prindër portugez që emigrua në Mbretërinë e Bashkuar kur ai ishte vetëm 4 vjeç. Ai ndante kohën midis shtëpisë së babait të tij në Reading, Berkshire dhe shtëpisë së nënës së tij në jug të Londrës. Ai ka dënime në Mbretërinë e Bashkuar për trafik droge dhe krime me thik. Pavarësisht se jetoi pjesën më të madhe të jetës së tij në Mbretërinë e Bashkuar, prindërit e tij nuk aplikuan kurrë për shtetësi, kështu që ai mbetet shtetas portugez. Më 14 shkurt 2023 ai u mor nga aeroporti i Tiranës nga britaniko-shqiptari Edmond Haxhia, i cili akuzohet për organizimin e bandës për të synuar Nikulajin. Haxhia, i cili jeton në Birmingham, është kushëriri i parë i 2 burrave nga familja Lex Takaj, e cila është e përfshirë në një gjakmarrje të gjatë me familjen Nikulaj, thanë prokurorët. Sipas traditës së gjakmarrjes në Shqipëri, një familje duhet hakmerret për vrasjen e një të afërmit duke vrarë një antar mashkull të familjes së vrasësit, i cili më pas duhet bëjë të njëjtën gjë në këmbim. Haxhia dhe britanikët e tjerë të akuzuar si pjesë e ekipit të mbikëqyrjes, Harriet Brigman, 28 vjeç, Thomas Smithon, 35 vjeç dhe Stephen Hunt, 50 vjeç, të cilët janë të gjithë nga Bristoli, dhe Harry Simpson, 33 vjeç, nga jugu i Londrës, u kthyen në Mbretërinë e Bashkuar pak para ose më njëherë pas të shtënave. Ata u arrestuan më vonë dhe aktualisht po presin të dëgjojnë vendimin në ankesën e tyre kundër ekstradimit në Shqipëri për të përballur me gjyqin. Të gjithë mohojnë përfshirje në sulm. Në një deklaratë, familja Nikulaj e përshëndeti seancën dëgjimore të së njëjtës si një hap përpara në ofrimin e drejtësisë për Ardianin, por shprehu shqetësim për vonesën e ekstradimin e të dyshuarve të tjerë nga Mbretëria e Bashkuar. Zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025 në Shqipëri rezultojnë ndër më të kushtueshme të viteve të fundit, me miliona euro të shpenzuara nga buxheti i shtetit, ndërsa procesi u zvarrit për muaj të tërë duke nxjerrë rezultatin përfundimtar vetëm në shtator. Përveç kësaj, në këtë zgjedhje pati pafund kontestime për të mos folur me problemet e përhershme me pajisjet elektronike. Sipas raportit të KQZ-s për vitin 2025 për organizimin dhe administrimin e zgjedhjeve, ishin planifikuar mbi 3.5 miliard lek, ndërsa janë shpenzuar realisht rreth 2.96 miliard lek, ose 83% e buxhetit. Pjesa dërmuese e këtyre fondeve ka shkuar për shpenzime korrente dhe shërbime, ku vetëm ky zë ka përfituar mbi 2.7 miliard lek, ndërkohë investimet janë realizuar në nivelin 95%, ndërsa fondet për paga dhe sigurime për stafet mbështetëse kanë arritur në 94%. Një nga kostot më të larta lidhet me votën e diasporës, e cila u aplikua për herë të parë në këto zgjedhje. Vetëm për shërbimin postar janë planifikuar 1.21 miliard lek, ndërsa kontrata është lidhur për rreth 912 milion lek dhe janë shpenzuar realisht afro 700 milion lek. Megjithatë, edhe pse një pjesë e fondeve rezulton e pakonsumuar, diferencat tregojnë më shumë për një planifikim të paqartë se sa për efikasitet. Mbi 510 milion lek mbeten pa përdorura si pasojë e parashikimeve më të larta se sa volumi real i shërbimit. Por ajo që bie më shumë në sy nuk është vetëm shuma e parave të shpenzuara, por fakti se pavarësisht këtij buxhetit konsiderueshëm, procesi zgjedhor nuk arriti të përmbyllej në kohë. Edhe pse votimi u zhvillua më 11 maj, rezultati përfundimtar dhe mbyllja e plotë e procesit u shtyn deri në muajin shtator, duke ngritur pikpyetje serioze mbi efikasitetin e administrimit zgjedhor. Në një sistem ku çdo vit flitet për modernizim dhe përmirësim të standardeve, zvarritja për 4 muaj e rezultatit final bie në kontrast të fortë me investimet e bëra. Miliona lek për teknologji, logjistik dhe administrim nuk arritën të garantojnë një proces të shpejtë dhe të besueshëm. Zgjedhjet e vitit 2025 shënuan gjithashtu një tjetër rekord, një volum të lartë fondesh për shërbime, ku përfshihen transporti, teknologjia, komunikimi dhe organizimi i përgjithshëm i procesit, por në fund qytetarët u përballën me një realitet tjetër, pritje të gjatë për rezultatin dhe një proces që mbeti diskutueshëm. Kjo situatë ngre një pyetje thelbësore: nëse zgjedhjet kushtojnë miliona, pse nuk garantojnë as shpejtësi dhe as efikasitet?